Kemi drejt për drejt tani, do të shkojmë në një tjetër intervistë. Jam lidhur me Jonathan Panon, këshilltar bashkiak i Tiranës. Zoti Pano, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do diskutojmë për çështjen e ndotjes së ajrit të Tiranës dhe atë që po ndodh në Bashkinë e Tiranës në lidhje me këtë. Është një temë kjo për mua personalisht, po besoj për shumë njerëz që jetojnë në këtë qytet, është shumë e rëndësishme. Për fat keq është një temë që shfaqet, hidhet një ditë, 2 ditë në për titull, në për diskutime, zhduket prap, pastaj dhe harrohet çdo gjë në lidhje me këtë, po ndërkohë që efektet e ajrit të ndotur janë vazhdueshme, janë shumë të dëmshme dhe janë me kosto shumë të mëdha për qytetarët. Ju shkruani dje, ftonit gjithë njerëzit qytetarët e Tiranës që të jenë aktiv, të marrin pjesë në diskutime që po bëhen për një plan veprimi në lidhje me këtë çështje. Tani ju alo fjalën juve, çfarë po bëhet, do veprohet ndonjëherë në lidhje me këtë dhe në çpik jemi, edhe të ndërgjegjësimit për këtë, edhe të dhënave që janë zyrtare nga bashkia, që janë shumë shqetësuese, edhe të asaj se çfarë veprimesh konkrete mund të kemi në këtu. Në fakt, kjo është një çështje që duhet të shqetësojë të gjithë. Pra është një situatë dhe është një diskutim që shkon për te krave politik, majta apo djathtas. Sepse të gjithë ne që jetojmë në Tiranë, të gjithë ne që kemi zgjedhur ndërtojmë familjet tona, të ardhmen tonë këtu, jemi të prekur në mënyrë të drejtë për drejtë nga kjo situatë kaotike. Në fakt, Bashkia e Tiranës po harton për herë të parë një raport për monitorimin e cilësisë së ajrit. Dhe në këtë raport, që ishte i krijuar nga një operator ekonomik, së pari vumre që kishte disa problematika madhore. Së pari kostoja e cila ishte vetëm për krijimin e këtij raporti afrohej tek shifra rreth 150.000 euro vetëm për një raport. Dhe që në krye të herës raporti nuk kishte as emrat e autorëve, por kishte vetëm organizatën apo biznesin i cili është bërë që ka bërë publikimin e këtij raporti. Pra për shembull, nëse ju do të bëni një emision, emisioni plug dhe do të ishte vetëm plugu aty, nuk do të kishte emrat e gazetarëve. Kush e bëri, po. Gjë që është antiligjore së pari, për aq kohë sa është një dokument zyrtar. Së dyti ka pasur një problem madhor edhe me metodologjinë e krijimit të këtij raporti, por pa i hyrë shumë detajeve. U krijuar për të krijuar një perceptim të qartë se çfarë po ndodh në Tiranë. Gjatë vitit fundit në qershor korrik, në gusht dhe tetor nëntor janë bërë disa matje në Tiranë, që për hir të vërtetës kanë qenë matje 24 orare, nuk kanë qenë matje gjatë gjithë vitit ashtu siç duhet të jenë, dhe kanë treguar disa pika alarmante që duhet na shqetësojnë të gjithë. Tani, ka disa, unë ju kam dërguar dhe juve në WhatsApp një tabelë të cilën e kam nxjerrë ekstrakt. Dhe në këtë tabelë kam nxjerrë disa të dhëna për sa i përket ndotjes në Tiranë dhe këto shifra të cilat janë highlighti. Për shembull, kemi P10-ën i cili është pluri urban, këto plurat, grimcat e plurave të cilat janë shumë dëmshme për shëndetin. Dhe vetë dokumenti i bashkisë tregon se në pika kyçe të Tiranës pluri P10 kalon mbi 2 fishe e normës europiane. Pra qytetarët nuk po marrin frym, pra perceptim, po marrin frym të ndotur, dhe tani është e vërtetuar dhe me dokumentave nga vetë Bashkia e Tiranës, dhe nëse e krahasojmë me OBSH-n, kemi një normë rreth 6.9 herë më të lartë. Ndërkohë që kur diskutojmë për PM 2.5 që janë grimca edhe më të rrezikshme. Ne kemi janë më të rrezikshme sepse janë më të vogla dhe shkojnë në gjak. Ne kemi një raport që na shkon 14 herë më i lartë, por në dokumentin që na është përcjell ne nga bashkia, pjesa e vlerave të referencës janë marrë vlera të gabuara. Pra nëse organizata botërore e shëndetësisë thotë që vlerat e referencës pra maksimale është nga 5 deri në 15 mikrogram për metër kub, në raport janë nga 20 deri në 25. Tani këto nuk janë gafa do si do, sepse ndryshimi i referencave ty të ndryshon gjithë këto ratio, të ndryshon gjithë përqindjet, e të thonë ne e kishim 2 herë më të lartë, tani do ta ulim. Ndërkohë që aktualisht e kemi 14 herë ajrin më të ndotur se sa norma e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.